Ky emision përmban vendosje të produkteve. Tung, sot ditë e mërkur, në emisionin Çka ka me hongër, sot kemi Çka ka me pi. Është një smoothie, miloti, a jenë rregull me përbërësit e i kemi çdo sen këtu çka na duhen. Përbërësit e smoothit janë cfekla, boronica, kirikat indian, mjalta, qumshti bademit, edhe pak ujë. Pak vodkë. Pak ujë. Akull, eventualisht për shkak se qëto shkon praktikohet edhe me qetë ngrime, për mi a jap atë shmekin e ftoft. Po djetë ketë senet shëndosha, kjo është, shithojnë, a ki mundësime me asistu të po, s'është problem. Me cfekët, lutëm. S'është problem me një Me rep të kuqe. Po e përmësoj. Kujdes gishtat, se mas nej... Po thu na vynë, a? Na vynë gishtat. E se ty... Jo, mos ma mërmenja që ka me vynë, ty ma shumë. Po... Atër... Letë po qërot, ma letë se patotë. Po e kur i ki senet. Po. Në ushtria e ku në ushtriti. Që e kemi hek të për para patatet me qëru me thikë. Qëfar në gjyre ka kështë, sa një shëndëvish me këshyrë është kjo, se ti menon që o kjo biftek, po se nuk ka biftek, kjo është, që shithojnë kësaj ndryshe, se të cvekëll, rep e kuqe. Besoj që kry. Po, qoshët me thikë. Po. Mase i bo në dur të, e ka dhe që po. Se, është ta, studi, është taman. Profisht. Qoshët. S'na duon këtë qoshët. Që dhe s'ta shprejen disa copa. Se ljonë që të prej se... Krej? Po menon me prej... Kujdes gishtat. A në pëse zdyjnë? Edhe pëse zdyjnë, po... Kjo është qa që fort një thikë pak, matë... Madhe që me pos... Ama edhe me sopat. Po. Kjo... Super. Edhe në gjysë. Edhe në gjysë, ta? Të ka problem. Qysht, të lutëm, mos më këtë. Shpresoj që edhe në gjdo kushinjer, në gjdo restoran qështu i lanë durt e janë të pastërt. E s'kan kime durë. Dhe të kimja janë, jo. Po më mjafton me... Më mjafton se nuk ishtë dash më ma nej ma e thotë. Që shkojmë pak... Ka shmjallë që të po? Shumë seni shëndetshëm ishtë dash me hunë. Do këtë seni që pjesit. Po duket ma shumë si energji. Edhe pse ishtë të shëndetshme, po si një taman një shujt dhe mirë. Minimum 3 herë njatë me bo, se nështë të gjithë ditë është seni ronë me marë. Që është bademit. Sasin po e përdorim baza, sa kemi qitë rep të kuqe edhe ta përbërësit tjerë. Muj me pa në fund sa u boj langshme, atër përkërbine edhe me ujë pak, që me fitu një farë sasi e konsiderushme. Edhe akulli lëshon. Po, të marim pak akull. Po kush nuk ka apetit me hongër kështu më nxez matron diqka, nisë si smoothie edhe lirisht drejt fitness, ose palestër. Palestër. Okej. Po shpresoj që sasinë e kam të mjaftueshme të ujit. Apo do këtë vërë? Mirë tama, po se dhe akulli lirisht veç... Shumë shpejt e shumë... Kjo po do këtë sasi e mjaftueshme e langshme. Okej, Robert.
Ju smoothie, po kjo të knaq. Dhe e kam një lutje, unë me pi qëta qaq u bo e mirë, edhe pse ti e bune, po Ishtë boft mirë. 5 minuta pun, edhe që rezultati ma smoothie s'ka ku shkon. Dhe mek, kikirika, mjalt, qëmsht bademit, Uj, akull, repe kuqe, akull, uj, borovnic. po edhe borovnicat. Edhe ka që ishte për sot një smoothie me shumë senet shëndetshme. Ju boft mirë. Ju boft mirë.